Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasat dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe mbi të dashurit tuaj, vëllezër dhe motra. Me keqardhje sot do ta trajtojmë një temë në pika të shkurta, e cila mendoj dhe jam i bindur se dikujt më shumë e dikujt më pak po u avret kohën. Për kohën kemi folur në dhjetra ligjërata, edhe ne, edhe kolegët tonë, hoxhallarët, më të ditur dhe më të ndriçuar se sa ne me dije. Të dashur vëllezër dhe motra, njeriu në këtë botë kalon kohë, ditë, javë, muaj edhe vite, e të cilat i kalon disa me gëzim, disa me hidrim, disa me qef, disa me mërzi. Mirë po, në qoftë se kishim pasur mundësi, para se ta përmbyllim jetën tonë, të e analizojmë kohën dhe ata të cilët ne kanë shkatruar kohën, do të ishte njëra prej ilaçeve më të mira në jetën e kësaj bote. Por ja që koha kalon dhe nuk kthehet. Andaj në këtë Ramazan është rrugës që ta trajtojmë kohën në vendin e duhur dhe t'i largojmë pengesat tona të cilat na e pengojnë kohën, na e pengojnë shfrytëzimin e kohës aty ku duhet. Njëra prej pengesave më të mëdha që ju bëhet sot të gjithë neve dhe na bëhet pa përjashtim është varësia jonë në rrjetet sociale. Jemi bërë të mvarur nga rrjetet sociale, jemi bërë të mvarur nga smartphone-et, telefonat e mençur, dhe pothuajse çdo njeri sot e ka dhe posedon një telefon, e shumë prej tyre kanë 2 dhe 3. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, veçanërisht këtë varësi e kanë mosha e re, adoleshentët, ata të cilët janë në valët e jetës, ata të cilët janë duke u përballur me jetën më shumë se sa mosha e mesme apo mosha e vjetër. Padyshim, kjo është shtresë e shoqërisë. Na duhet neve që mos ta kaloj kohën këtë, por ta kaloj kohën aty ku duhet. Një studim amerikan e kanë zbuluar se 66% e adoleshentëve e hapin telefonin posa të zgjohen nga gjumi. Mesatarja e qëndrimit tonë në rrjetet sociale dhe në telefon është 4 orë gjysmë brenda 24 orëve. Që të thotë një pjesë të konsiderueshme të kohës e shfrytëzojmë në rrjetet sociale, duke na bërë hajër, por në të shumtën e rasteve edhe duke na bërë sherr. Si ta dim, a jemi të mvarur nga këto rrjete sociale? Ata që e kanë trajtuar këtë temë i kanë përmendur disa pika. E para kanë thënë, kur njeriu e hap telefonin vazhdimisht dhe hyn në rrjetet sociale vazhdimisht, pa marrë parasysh vendin ku është. E shohim sot që edhe studentët në fakultet, edhe nxënësat në shkollë, edhe fëmijët ndoshta në djep, le mos të themi të rriturit në punë, në angazhime, në profesione, e fatkeqësisht edhe një pjesë e xhamatit ton në xhamia, kur imami është duke ligjëruar para xhumos ose në hutbe, ata qëndrojnë në telefon. Të gjitha këto e vrasin kohën. Të gjitha këto na e humbin kohën. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, nuk jemi kundër përdorimit të rrjeteve sociale, sepse këto i posedojmë edhe ne, por ta largojmë varësinë tonë nga këto rrjete. E dyta, qëndrimi natën me telefon dhe anashkalimi i fëmijëve dhe familjes. Fatkeqësisht sot një pjesë e konsiderueshme e prindërve, veçanërisht mosha e re, për të larguar vajin e fëmijëve, që është normal me çojt fëmiu, çka bojnë? Merë telefonin, le të vazhdon, le të luan.
merr telefonin le të dëgjon muzikë, merr telefonin le të arktohet. Të gjitha këtu e largojnë këtë situatë për disa minuta, por e vrasin fëmijën që e kemi ne. E lëndojnë atë fillimisht, e lëndojnë në sytë e tij, pastaj në trurin e tij, pastaj në trupin e tij, sepse po urret kështu fëmiu do të bëhet i varur dhe do të vijë në shkollën e parë që ne e përmendemi pas një kohe, pas disa vite që do ta hap telefonin vazhdimisht, qoftë në shkollë, qoftë në fakultet, qoftë në punë, qoftë në xhami, qoftë në adhurime, qoftë në vepra tjera. E treta, postimi i gjërave të pavlera në rrjetet sociale. Sot fatkeqësisht ka të që shkojmë postojmë, ka të që shkojmë popullet ju tregojmë, ka të që shkojmë bota për ne kuptan, e më thuani apo kënaqemi për veti, apo kënaqemi për të tjerë. Në të kaluarën, momentet e bukura janë shijuar, ndërsa sot i bëjmë për t'i postuar. Në të kaluarën, postime nuk ka pas. Rrjetet sociale nuk ka pas. Gjenerata më e vjetër e din më mirë se une, por më thuani që e kanë një moment të lumtur ata, edhe nuk e kanë shijuar. Madje, nëse i pyesim dhe i lëmë të tregojnë momentet e lumtura të tyre, do të tregojnë me nostalgji se si kanë kaluar dhe si kanë jetuar. Ndërsa ne sot i kemi momentet të lumtura shumë më shumë se sa ata, por nuk i përjetojmë, nuk i shijojmë, por vetëm për një çast fotografie i postojmë në rrjetet sociale. E këto të postimet ju këshilloj që qofse postoni vetveten tuaj, familjen tuaj, shokët tuaj, për hir të Allahut, mos postoni atë që e hani dhe e pini, ushqimin edhe pijen, sepse rrjetet sociale kanë edhe ata të cilët ndoshta kushtet ekonomike nuk i kanë të mira. Edhe me atë postim ne i lëndojmë të tjerët. Andaj keni kujdes, edhe të kemi kujdes që ushqimin edhe pijen, pa marrë parasysh ku jemi dhe çfarë në sofër kemi, mos t'i postojmë sepse të tjerët do t'i lëndojmë. E katërta është, prej kësaj varësie janë bërë ftofjet e raporteve familjare dhe humbja e vëmendjes në muhabete. Më ka pëlqyer një shkrim një herë, një fjali e kishte shkruar një autor i nderuar dhe kishte thënë: sa ka qenë telefoni i lidhur me kablo, lidhjet tona kanë qenë më të forta. Po në momentin që u shkëput kabloja nga telefoni, u shkëputën edhe lidhjet tona. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Telefoni është një mjet i cili na zbuloi të mirën dhe të keqen. Na mundësoi ofrinë, por na sjellë largimin. Sepse shumë prej nesh sot nuk flasim me familjet tona, edhe pse mundësia për të folur sot është mijëra herë më e madhe se sa në të kaluarën. E telefoni e ka të mirën dhe të keqen, varësisht ku ne e shfrytëzojmë. Por gjithsesi jemi të bindur me keqardhje themi që ky telefon na ka sjell shkatrimin e familjes. Ky telefon na e ka sjell shkatrimin e lidhjeve tona familjare, sepse nuk i thrasim të tjerët, nuk ju shkruajmë të tjerëve dhe nuk u hapim ndoshta telefonin të tjerëve vetëm atëherë kur e kemi ndonjë rast në familje që patjetër duhet të bashkohemi dhe të vllazërohemi. Dhe e fundit është, e kuptojmë kur jemi të varur atëherë kur ne zgjohemi me telefon dhe na zë gjumi me telefon. Feja na mëson që para gjumit të e bëjmë dhikrin e mbrëmjes, të këndojmë suret e caktuara dhe të bimë në gjumë. Dhe në momentin që zgjohemi, prap feja na mëson se si të zgjohemi. E ne këtë e kemi anashkaluar, sepse kur bimë në gjumë, bimë me telefon, dhe kur zgjohemi, kontakti ju një parë është me telefon. E kjo nuk do të thot as do tjetër përveç se
varësi nga telefoni dhe nga rrjetet sociale, e cila rezulton në shkatrimin tonë mendor, në shkatrimin tonë psiqik, në shkatrimin e syve tonë, në shkatrimin e ideve tona dhe në shkatrimin e familjeve tona. Andaj e këshilloj veten edhe juve që këtë Ramazan ta edukojmë veten dhe t'i ndalim këto të cilat na shkatrojnë jetën tonë. Jo mos t'i përdorim, por t'i përdorim në një kohë të caktuar, por asnjëherë veti duke mos i lejuar që gjërat e shtrejta të na i merr telefoni dhe rrjetet sociale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.